U përmend këtu trilateralja me Shqipërinë, Kosovën, Kroaci. Patjetër kam vënë re her pas here një sens paniku nga deklarata zyrtare në Beograd, qoftë mediatike, qoftë politike. Atë që mund t'ju them është kjo është një marrëveshje trepalshe e cila nuk është ndërtuar kundër askujt. Madje kam qenë unë vet i pari që kam shprehur dhe ftesë, pse jo, që Serbia nëse gjykon se rajoni, stabiliteti, qëndrueshmëria dhe ardhmja euroatlantike e vendeve të rajonit është e rëndësishme, atëherë pse jo dhe Serbia t'i bashkangjitet kësaj iniciative. Ja u merr mendja që nuk kam marrë përgjigje për sa i përket kësaj ftese. Atë që mund t'ju them është që Kroacia, Shqipëria dhe Kosova kanë filluar në bazë të kësaj marrëveshje, qoftë në rafshin ushtarak, stërvitor, akademik arsimor, po edhe të prodhimit ushtarak, të bashkëpunojnë. Me Kosovën kemi një dakordsi për sa i përket prodhimit të mjeteve të blinduara dhe kjo vjen për dy arsye. E para njerë sepse lexojmë rreziqet dhe kërcënimet e rajon në mënyrë të njëmend. E dyta, nuk besoj se Kroacia dhe Shqipëria dhe Kosova kanë nevojë të marrin leje për sa i përket kësaj pjese. E treta, mikpresim edhe vende të tjera të na bashkangjiten, pra është një bashkëpunim dhe një partneritet i hapur, shumë kush e quan aleancë, shumë kush e quan marrëveshje mbrojtje, nuk jemi në situata të garancive të mbrojtjes, ne kemi arkitekturën tonë të sigurisë kolektive, siç e përmenda pak më parë, por kemi vënë re që të treja vendet kanë nevoja të ngjashme për sa i përket rritjes kapaciteteve, janë në një marrëveshje për të marrë secila më të mirën nga tjetra për sa i përket industrisë ushtarake. Kroacia është vend lider në Europë sot për sa i përket dronëve të vegjël luftarak dhe ka një industri të konsoliduar, sikundër dhe ne synojmë që në pjesën e mjeteve taktike dhe mjeteve të blinduara të krijojmë një epërsi, do të thoja, dhe pse jo të mund të fillojmë të eksportojmë.